sot jam te Akademia e Shkencave, edhe kemi qenë në promovimin e librit të Dot Legisi, monografia e Nikol Logës, edhe këtu jam me birin, me plumin. S'pari herë do t'ju përgëzoj për atë që tuaj, një kujtu për atin tuaj, për babën tuaj. Ke marrë shumë ti nga dota mu? Gjithë kemi marrë. Keni marrë gjithë, sa djem jeni? Kemi 3 çuna. 3 çuna i vaj. Edhe keni marrë shumë, keni marrë për urgjin. Duke tip tur, ju pash gjithë dhe kështu. Nuk kemi 100% dota, po kemi marrë pjesët po dhja që kemi mundu. Ajo është mundumin e trafiku qiva, ne kemi marrë sa kena mundu. Bravo, po shko tani, dota inxhinier minjer. Nësa ti, a ke vazhdu me minjerat, a ke vazhdu me këto linjën e këtyre, apo qa linjë ke vazhdu? Ka marrë drejtimin e mamas, në mësues. Mësus. Pra mësus. Pra plumi Legisi është mësus, po ka një gjë. Je një mësus i veçantë. Mu më tha Nikol Loga që ka bërë librin, va 3 punë, ky është i vullnetshëm, i jashtëzakonshëm, urtak i papam, gjitha, por specialist i mirë. Mësuesi i për çfarë? Çfarë ke marru? Unë të marru e pedagogji speciale, jemi brez i parë, në që 24 studenta, që kemi marru brez në parë pedagogji speciale. Qa vini? Në vitin 2006, ka qenë i bashkëpunim ndërmjet Universitetit të Durrës dhe Universitetit Lozanës në Zvicër. Po? Dhe ne jemi diplomuar nga të dy universitete. Dhe praktika mësimore kemi bërë dhe në Lozannë Zvicër. Dhe mbërë dhe në diplomë se kam bërë me profesor zviceran. Pedagogji speciale. Çfarë do të thotë pedagogji speciale? Është deka që merret me trajtimin e persona me arsyet të ndryshme. Me arsyet të ndryshme. Okej. Je kujdesur në etimologjinë. Okej, shumë bukur, pra normal që i ka profesionin. Po ndërkohë, se do flasim pak për te, po ndërkohë, çfarë ke marruar arsim mesë? Arsimin e mesë kam marruar liceun artistik në vitin 2001. Në 2001-shin, liceu artistik për çfarë? Për fizharmonik. Fizharmonik, pra ai di fizharmonik si? I di. Okej, për fizharmonik. E në fakt kalohet te kjo. Tani, çfarë lidhje ka muzika me pedagogjinë speciale? Kam marruar liceun artistik për muzikë, unë e kam vazhdu, po ti të ndin prapë me muzikën, kam marruar pedagogji specializuar dhe jam specializuar për terapinë e muzikës. Terapinë e muzikës. E ta kuptoni, një djalë nga Mirdita, terapinë e muzikës, mas bërthet pak. Terapia muzikës, çfarë do thotë? Është terapi që bëhet të bëhet muzikës për persona që kanë nevojë. Po. Por le ti marrim pak smundje pak më që janë më kruciale, janë më të forta. Spektrin autizëm. Me spektrin e autizmit. Pra, me trizomin, po. Mi thuj to. Prapamendje mendore e tjerë me radhë. Pluri, polihandicap, e gjitha llojet arsyes vizuale, arsyes ndryshe, ne operojmë me terapi. Me terapi muzike. Do me thënë, ty të ka nimu shkolla, e që të thotë, ju muzikant, kuptoni gjama, jeni për të shëru platë të popullit, po dëgjoni pak te. Jo, më thënë shpesherë, mos zini me nxjerë, unë i e këntuja, tjenë për skena, gjitha ndeje tjere. Po për të shërby njerëse, si shërben ky që ka marru muzikë, si e ka punë funksion të pedagogjisë speciale. Okej, do me thënë, marrim fëmijët autik. Dhe ti, kludhem, më thuj praktikën tonë, çfarë bën, si bën e tjerë, sa ndërhyn dhe sa ndikon tek arketipi psikologjik i këtyre fëmijëve. Terapia muzikës konshëntron terapinë e shpirtit. Dhe gjatë kohës që fëmia ka marrë hapat e parë të terapisë zhvillimit, atëherë ndërhyn te terapia e muzikës për ta strukturuar sjelljen që ai bën ose operon. Edhe vendos personin që situatë të ndryshme domethënë e ndihmon që të eksperimentoj me veten e tij, me trupin e tij, se terapia e muzikës, pak një pjesë jemi në grup specialistë që merren me terapi muzikë, jo shqiptar, në rajon, në Europë, në bashkëpunim me tjetër. Ne funksionojmë që nga pjesa e trupit, ne bëjmë terapinë e muzikës nga trupi, nga gjërat e thjeshta, që nga ecja, ne ecim me kohë 4 kohë, 1, 2, 3, 4, ne strukturojmë edhe terapinë në 4 kohë, edhe punën që ndërhyjmë që ne bëjmë në 4 kohë, me kohë të thjeshta. E ndihmojmë fëmijën që përveç të provoj veten e tij që nga trupi, pastaj kur ai arrin që ta kapë kohën, tempin, fillon të eksperimentojë dhe me instrumentat muzikore. Të ketë aftësi që ai të luajë edhe diçka në instrument. Pra, i çori deri te kjo. Lutja me instrument. Shiko. Ma merr realisht një fëmijë, pra me këto probleme të autizmit me radhë, dhe që ti e ke ndjek. Po them nga dita e parë tek muji parë, 6 mujori, 1 vjet, 3 vjet, se besoj sa kohë i ndjek. I kam 18 që
Okej, se po marrim një fëmijë pra që e merr me këto. Ne ndjekim vazhdimsi. Okej. Çfarë ndryshimi ka nga momenti i parë kur ti e ke marrë dhe ke vepruar përmes terapisë muzikore? Se duhet përmend Çamil Gjyrezin, profesor, atje në Shkodër. Shqyr që hasa një nga mirëdita që merret me këtë, se e kam pas shumë kënaqësi. Okej. Pra më thuj, çfarë ndryshimi ke sjellë ky fëmijë? Atyre ndryshimi është i dukshëm, e shikon që në momentet e para që ai fillon të stacionohet, fillon të operoj, fillon të bashkëveproj me instrumente muzikore, me terapistat e tjerë, fillon të rrisë komunikimin, përqendrimin. Ka shumë faktorë që terapia muzikës e ndihmon që një fëmijë të preparohet më përpara, të ngelen nga një. Shumë dhe kemi raste shumë të bukura suksesi. Mi thuj, nuk i përmend dot. Ja, ti lutem mi thuj, jo me emra, po mi thuj kështu si fenomen. Kemi instrumentista shumë të mirë që janë nga kategoria persona. E bra, a di pse? Se kam bërë atë fanfarën e Shkodrës. Fanfara, nuk e di si ka emrin, po e harroj emrin. Fanfara me tri janë tani, me aftësi ndryshe, me aftësi të vizura, por ama mund pëlqen shumë ajo fanfara. Domethënë janë luajnë not për not në pentagram. Ajo është një orkestër që është edhe para se dilan si student. Ka funksionuar si orkestër dhe e kam ndjek në vitet 2005, 2004 që kam bërë koncert, është diçka fantastike. Ndoshta se kanë qytë terapi muzike, por kanë qytë band muzikore, po ai kanë funksionuar perfekt. Tjetër gjë po përpiqemi bëjmë edhe ne. Dhe se ne punojmë me grupe më të vogla dhe me vështirësi më të mëdha, me fëmijë që kanë vështirësi akoma më të mëdha. Bravo. Një militor, Plumi Legisi, djali Dodës, po Darda bie në ndarë, po ti e ke punë, shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi edhe do vi të ndjek, do vi të ndjek në një seancë që ti ke këto të tash, sinqerisht, duke ja përsëritur të libër. Sepse thjesht ne nuk operojmë me imazhe. Jo, me imazhe okay, di shumë mirë. Po patjetër, një video që nuk operojmë. Bravo, po është një gjë humane e jashtëzakonshme. Bravo të qoftë, shumë faleminderit. Sinqerisht, faleminderit shumë, edhe sa më shumë të ri tillë kemi me gen të fortë militor, se militorët kanë genin e humanizmit, dhe është më tepër një djalë i një humanist të madh, siç ka qenë inxhinieri i minjerave, terapisti i minjerave, do të Legisi. Okej, faleminderit. Edhe një herë. Faleminderit.